Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Realitete Ekonomike. Duam të flasim kësaj radhe për një lidhje të fortë, shkak pasojë realisht shumë të ngushtë, binom të dy degëve kryesore të ekonomisë sonë, bujqësisë, zhvillimit rural dhe turizmit. Dhe e kemi pikërisht në këndvështrimin bujqësia, prodhimi rural, si e përballoi pjesën më intensive të turizmit tonë, që është pikërisht turizmi i verës 2025. Për këtë kemi kënaqësinë të kemi në studio zotin Agim Rapaj, kryetari i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar. Zoti Rapaj, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën për intervistë. Faleminderit ju për ftesën. Zoti Rapaj, sipas vlerësimeve të Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural AZBR, gjatë muajve qershor-gusht 2025, kërkesa për produkte bujqësore dhe blegtorale u rrit mesatarisht me 25-30%. A e përballoi këtë kërkesë të rritur ndjeshëm prodhimin bujqësor dhe blegtoral, apo shumica e kësaj kërkese u plotësua nga importi? Kjo do pa në mënyrë analitike, shumë nga produktet ne i plotësojmë kërkesat 100% dhe dalim dhe në eksport, por disa nga produktet që ka nevojë turizmi për këtë periudhë janë të importit. Por pjesa më e madhe është prodhimi vendas dhe furnizimi vjen nga prodhimi vendas. Ne kemi një avantazh tashmë, sepse kemi një eksperiencë 3 vjeçare, ky fluks turizmi nuk ka ardhur vetëm vitin e kaluar, por ka qenë edhe një vit përpara dhe një vit tjetër më përpara që ka pasur një rritje të ndjeshme të numrit turistëve në Shqipëri. Kështu që zonat rurale patën një bekim lidhur me çështjen e turistëve, për arsye sepse shumë nga produktet që fermat familjare ju ngelen si tepëric dhe nuk kishin ku e çonin, tashmë ka një treg, ka një konsumator të vazhdueshëm që i plotëson ato nevoja që ata kanë për të shitur produktet e tyre. Pra, mund të them që u plotësuan nevojat për produkte tradicionale vendase, por për produktet që nuk prodhohen në Shqipëri, ato janë importuar dhe natyrisht do të vazhdojnë të importohen. Ndryshe, zoti Rapaj, nga vitet e kaluara, këtë verë u vure një tendencë më e qartë për përdorimin e produkteve vendase, pjesërisht fal edhe marrëveshjeve të reja mes operatorëve turistik dhe vetë fermerëve lokal ose grupimeve të tyre, por edhe rritjes së ndërgjegjësimit për shijen shqiptare. A është kjo një vërtetim i saktë? Ka ndodhur? Po, është e vërtet, sepse krahas agroturizmit që është zhvilluar dhe bujtina në tërësi që janë shtuar në numër, edhe si kapacitete, ka pasur një vëmendje të veçantë edhe turizmi rural, që ka të bëjë me turizmin kulturor, kështu që ne kemi pasur shumë turistë që vizitojnë asetet tona kulturore në zonat rurale dhe kjo ka bërë që një pjesë e mirë e tyre të shijojë produktet vendase për arsye edhe të largësisë. Jo të gjitha zonat rurale mund të furnizohen nga qyteti ose nga burime të tjera të importit, por ato tashmë furnizohen vetëm nga produktet e vendit, produktet tradicionale dhe për këtë turistët ka qenë të kënaqur. Me gjithë prodhimin e rritur bujqësor në ndihmë të sektorit kryesor të ekonomisë sonë, vërtet së bashku me bujqësinë që është turizmi, zoti Rapaj, pavarësisht përmirësimeve të dukshme, sfida më e madhe duket se ngelet logjistika e furnizimit, sepse kemi patur shumë biznese turistike, ndoshta edhe në periudhën më pik, pra më të ngarkuar, veçanërisht në zonat bregdetare të jugut dhe veriut që u përballën me vonesën transport, mungesë magazinimi frigoriferik dhe probleme me stabilitetin e çmimeve. Si mund të përballohet në të ardhmen kjo sfidë? Flasim për periudhë pik. Dhe në periudhën pik, këto sfidat janë reale për çdo konsumator dhe për çdo prodhues, prandaj që domosdoshme që periudhën pik është mirë të menaxhohen. Të gjitha këto probleme që ju përmendët ekzistojnë dhe nuk besoj se do të zhduket ndonjëherë totalisht, por fermerët janë munduar dhe së bashku me bujtinat dhe resortet turistike janë munduar që ta zvoglojnë sa më shumë që t'i zvoglojnë sa më shumë dhe mundur këto problemet që ju më përmendët. Pyetja e parafundit për bisedën tonë sot, zoti Rapaj, a ndihmoi në përballimin e mirë të kërkesës të rritur ndjeshëm turistike nga prodhimi bujqësor shqiptar, skema kombëtare mbështetjes në bujqësi aplikuar nga qeveria shqiptare, sidomos në 2 vitet e fundit 2024-2025? Skema natyrisht që ka ndikuar pozitivisht, sepse mbështet një numër të madh fermerësh, rreth 60-70.000 fermerë që mbështeten nga skema kombëtare, por realisht ka akoma rezerva që skemat kombëtare mund të shkojë deri në 100.000 fermerë që mund të mbështesin, që janë të pajisur me NIPT, por njëkohësisht dhe buxheti i skemës kombëtare është rritur, do vazhdoj të rritet sepse ka nevojë
më shumë për mbështetjen në këtë drejtim. Është e rëndësishme të theksojmë që shumë nga fermerët, të cilët më përpara nuk kishin mundësi për të punuar totalisht sipërfaqen e tokës së tyre, tash apo të shfrytëzonin pemtarin apo vresharin me të gjitha kapacitetet që kishin, tashmë ekziston një mundësi që këto të jenë maksimalisht të përdorura dhe të shtojnë akoma më shumë edhe sipërfaqet, veçanërisht sipërfaqet në sera. Kemi një dyfishim të sipërfaqeve në sera brenda një periudhe 5 vjeçare, nga 1000 hektar në 2000 hektar dhe objektivi është për 3000 hektar dhe kjo tregon që ne i kemi kapacitetet, i kemi mundësitë për të përballuar këtë fluks turistësh. Pyetja e fundit, zoti Rapa, një nga zhvillimet pozitive të këtij sezoni turistik veror ishte edhe rritja e rolit të agroturizmit dhe fermave mikpritëse. Dhe juve në përgjigjen e pyetjes së parë e theksuat pikërisht produktet e ofruara nga fermat shqiptare, të cilat e kombinuan prodhimin bujqësor me shërbimet gastronomike të ofruara për turistët. A mund të jetë kjo e ardhmja e partneritetit turizëm dhe prodhime dhe shërbime bujqësore? Po natyrisht kjo është e ardhmja dhe strategjia që është bërë për agroturizmin, që ka kaluar tashmë të gjithë fazat dhe është një strategji që është ndërtuar mbi bazën e realitetit të vendit tonë dhe mbi bazën e fluksit të turistëve. Ne mendojmë që gjitha bujtinat, gjitha rezortet turistike që janë në zonat rurale, kanë tashmë një mundësi më shumë për të furnizuar me prodhimet vendase dhe unë besoj që partneriteti midis bujtinave, fermerëve dhe të gjithë prodhuesve dhe subjekteve prodhuese do të vijë duke u rritur, duke u përsosur, për të performuar më mirë dhe për të plotësuar sa më mirë nevojat që kanë turistët. Natyrisht e mira nuk ka fund, por ne do të vazhdojmë që të rrisim më tej shërbimet duke ndërgjegjësuar prodhuesit që në radhë të parë cilësia dhe standardet, ato që do të çajmë përpara si në eksport edhe në tregun e vendit edhe në agroturizëm e turizmin rural. Zoti Rapa, ju faleminderit për intervistën sot. Faleminderit ju që i trajtoni këto probleme. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim në takimet e ardhshme.